Sot me 3 dhjetor duhet të rikujtojmë një të vërtet thelbësore. Të drejtat e personave me aftësi të kufizuara nuk janë një dhuratë, ato janë një detyrim. Megjithatë, realiteti shqiptar mbetet kritik. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 144.000 persona janë të regjistruar me aftësi të kufizuara, por vetëm rreth 70.000 prej tyre marrin një lloj ndihme financiare siç është pagesa e aftësisë kufizuar. Më shumë se gjysma e tyre jetojnë në rrezik të varfërisë dhe përjashtimit social, një nga nivelet më të larta në Evropë. Ligjet ekzistojnë, por zbatimi i tyre mbetet i dobët. Shumë familje paguajnë vetë shërbime thelbësore terapeutike, siç janë fizioterapia, logopedia, terapitë e zhvillimit, dhe shërbimet për personat me aftësi të kufizuara në moshë madhore janë pothuajse inekzistente. Organizatat si Fondacioni Down Syndrome Albania shpesh janë e vetmja mbështetje reale për këto familje dhe vetë fëmijët me aftësi të kufizuara, por këto organizata sot janë në rrezik ekzistence për shkak të mungesës së financimit strukturor dhe mungesës së fondeve publike dhe të donatorëve. Mungesat shihen edhe në arsim, ku vetëm një pjesë shumë e vogël e fëmijëve me aftësi të kufizuara ndjekin shkollat publike dhe më pak se 25% e këtyre shkollave janë të aksesueshme. Edhe punësimi i personave me aftësi të kufizuara mbetet minimal, ndërsa transporti, infrastruktura dhe informacioni publik vazhdojnë të mos përmbushin standardet e aksesueshmërisë. Në këtë ditë të rëndësishme, ne paraqesim kërkesat tona të qarta për qeverinë shqiptare. Kërkojmë financim të mjaftueshëm dhe të qëndrueshëm. Kërkojmë rritje të investimeve në shërbimet e personave me aftësi të kufizuara, si në nivel qendror ashtu dhe në atë lokal. Kërkojmë një mekanizëm ligjor dhe financiar të drejtë dhe që siguron mbështetje afatgjatë për organizatat që ofrojnë shërbime thelbësore, terapeutike dhe sociale për personat me aftësi të kufizuara. Kërkojmë kostim real të shërbimeve dhe përcaktimin e një minimumi jetik që mbulon nevojat reale të një personi me aftësi të kufizuar. Kërkojmë aksesueshmëri dhe infrastrukturë të përmirësuar. Duhen investime të qarta në rampa, pajisje ndihmëse, transport publik të aksesueshëm dhe ndërtesa publike të përshtatshme. Kërkojmë aksesueshmëri në informacion, përfshirë në gjuhën e shenjave dhe formate të tjera alternative. Kërkojmë pjesëmarrje reale në vendimarrje. Kërkojmë konsultim të rregull dhe të detyrueshëm me personat me aftësi të kufizuar dhe organizatat e tyre në çdo proces politik, legjislativ apo buxhetor. Kërkojmë transparencë të plotë dhe raportime periodike për zbatimin e ligjeve dhe strategjive. Kërkojmë forcim të institucioneve dhe të koordinimit mes tyre. Kërkoj qartësimi i roleve dhe përgjegjësive ndërmjet këtyre institucioneve dhe përmirësimi i mekanizmave monitorues. Kërkojmë përditësim dhe publikim të raporteve mbi zbatimin e planeve kombëtare të veprimit për personat me aftësi të kufizuara dhe dokumentave të tjerë dhe planeve të tjera siç janë planet sociale lokale në nivel bashkiak. Ne kërkojmë gjithashtu që komuniteti i donatorëve, përfshirë Bashkimin Evropian, të rrisin mbështetjen për shoqërinë civile dhe të kthejnë vëmendjen veçanërisht ndaj organizatave të personave me aftësi të kufizuara dhe organizatat që punojnë për ta, të cilat mbajnë sot peshën kryesore të ofrimit të shërbimeve të ndryshme për personat me aftësi të kufizuara. Mesazhi ynë sot është i qartë. Ne kërkojmë të drejta, shërbime, aksesueshmëri, përfshirje dhe një mundësi për jetë me dinjitet të personave me aftësi të kufizuara që jetojnë në Shqipëri. Nuk kërkohet mëshirë, kërkojmë veprim, kërkojmë investime dhe përgjegjësinë institucionale që të garantohet një jetë me dinjitet për çdo person me aftësi të kufizuar dhe për familjet ku ato jetojnë. Ju ftoj të lexoni deklaratën e plot me kërkesat tona që i drejtohen sot publikisht Kryeministrit të Shqipërisë, Ministres së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ligjvënësve të Kuvendit të Shqipërisë dhe çdo vendimarrësi me funksion publik që ka një rol në plotësimin e të drejtave dhe nevojave për shërbime të personave me aftësi të kufizuara. Falenderoj median për përcjelljen e këtij mesazhi sot
dhe mbulimin mediatik që i bën përgjithsisht çështjeve të personave me aftësi të kufizuara.